tjetët. Jemi ditë e hënë, ditë e parë të vlogut. Unë aktualisht jam në punë. E kam orarin 8:30 edhe kështu. Një mision të lezetshëm do vete me këto jashtëqet edhe duket se ju kisha folur vlogun e parë, do vemi të bëjmë foto të ca paciente që japin qumshin për bebat. Me këto jashtëqet që të themi një falemnderim për shoqatën. Tani do bëjmë fotot veç siç doja unë t'i bëja të jashtëqet. Vetëm se s'kam shumë bateri. Dhe të ju shpjegoja brenda një dhome edhe bëra ca setin të jashtëqet si doja t'i vija. Edhe tani do t'i bëj foto. Po thosha që s'kam shumë bateri, kështu që nuk do ju filmoj dot shumë. Gjithsesi 5 minuta zgjat se do bëj vetëm disa foto. Kemi prapja makinë sepse do vete çikte mami, kam çik rrugë për të bërë. Vesha këtë kostumi sportiv të Primarkut që t'jem rehat në makinë. Edhe nuk e di, nuk besoj do të ngas duke të bëj video duke ngar, sepse nuk di ku ta çoj telefonin. Do mundohem. Wow, më ka dalë një puçër, një binjak, se kjo. Kjo s'është puçër, po. Është bërë binjake me këtë. Mirë, i ka tani. Përshëndetje nga dita tjetër, shpresoj se jeni mirë. Unë jam çike lodhur se dje erdha në orën 12, por mirë jam, i bëra 7 orë gjumë. Tani do iki në punë, dje bëra gjërat interesante, po pres t'i postoj përgjegjësia që t'ja u i tregoj, se nuk kam të drejtë t'i tregoj para kohë. Edhe kështu sot nuk e di do kemi gjëra të tjera për të bërë apo jo. Gjithsesi nëse kam gjëra që mund t'ju filmoj, do i filmoj. Tani po ikim në punë edhe takohemi pastaj. Jemi prapë së bashku, është ora 4, sa mbarova punën, filloi shiu. Mëngjesi, erdha në punë, dje bëra një knockout, se fjetën ora 7 deri sa u zgjova. Isha shumë e lodhur, kështu që sot mbas dite të shikojmë outfitet, sepse nesër duhet vishemi me roz, sepse është tetori roz që duhet bëjmë ato, duhet fitojmë ato çantat që ju kisha bërë vlogun e parë. Edhe do shikojmë edhe outfitet, sepse koha është bërë tamam si në vjesht, edhe ka shumë gjethe në shesh, edhe tani është momenti më i bukur për të bërë foto, kështu që me kunatën do vemi të bëjmë foto, por duhet mendohem me patjetër për outfitin, sepse zakonisht i bëjmë meçi. Kështu që duhet të shikoj, të jemi trendi, meçi, edhe të na përkatet stinës. Kështu që nuk është e lehtë. Ndonjëherë nuk më zë gjumi për një outfiti. E kështu, tani të them të vërtetën, nuk jam shumë e motivuar për punë, sepse janë ca gjëra që nuk mundem t'i flas këtu, sepse e di që janë ca njerëz që do i shohin edhe që të flasin. Por nejse, një ditë, një herë, më vonë do ja shpjegoj. Edhe çfarë do thosha tjetër, tani do bëjmë email-et shqyrës zotit, nuk jam para me pacientët sepse jam shumë e lodhur. Edhe ika tani. Jam vesh e gjitha me zeza, xhinkset, këtë bluzën edhe atletet. Nesër me roz komplet. Komplet ndryshe se zhvishem gjithmonë. Nuk e di nëse shikoni këtu. Tash zbresna trami, zakonisht janë policat me qenë. Nga që kërkojnë trafikantët edhe e liqeni. Shumë të mirë ato që kërkojnë drogë, kam shumë qef. Edhe kështu është bërë rutinë tani të kam push drogaxhi.
edhe të lësh pedofilat jashtë. Mbarova punën, erdha në shtëpi. Tani do shikojmë veshjet siç ju thash sot mëngjes. Do shikojmë veshjen roz edhe veshjen për të bërë fotot. Nesër besoj se do kemi ca gjëra për të bërë në punë, se nuk e di kush do t'i bëj foto, por besoj se do t'i bëj unë. Edhe kështu shpresoj të çikfanit e puna, se sot ishte shumë, domethënë e kundërta e fënit. Kështu që voilà. Tani po ikim në shtëpi, do hap bukë edhe do shikojmë veshjet. Takohemi prapë për veshjen roz që do të bëjmë nesër. Nuk kam shumë ngjyra në vestierin tim sepse nuk jam tip që vesh ngjyra. Prapë jemi me këtë kadrazh katastrofik sepse ring lightin e kam te puna sepse na duhet për nesër. Kështu që do mundoj me këto që kam. Atëherë po ju tregoj çik veshjen. Kjo është veshja me pantallonat, po me thënë të vërtetën pantallonat s'do t'i vesh sepse janë shumë verrore. Besoj do vesh bluzën. Edhe nuk e di akoma çfarë pantallonash do vesh, sepse besoj se me roz kështu më duhet një gjë e lehtë, jo një gjë e zezë. Besoj se kjo është një gjë që i ndodh gjithave. Keni parasysh këto që vesh një pa? Opa! Edhe grisen. Kështu është kur nuk shikon më çfarë ha. Nëse ishim te ngjyrat gri, besoj se do vesh këto pantallonat gri. Me këtë pulovrën. Besoj se shkojnë ngjyrat, që të janë të dyja të hapura, edhe jam dhe rahat me këtë. Këto do veshim nesër. Tani do përgatisim, jo se do e provoj tani, po tani do mendojmë çfarë do veshim për fotoshooting. Doja shumë të bëja një outfit kështu sportiv me ëksët edhe me lushin, po besoj se është akoma shpejt që t'i bëjmë këto. Besoja më shumë të bëja një gjë, për shembull me një pallto, një gjë e tillë, për shembull. Këto janë inspirimet e mia. Domethënë që do kisha qef të bëja këtë lloj stilin përsëri, ky është shumë bezh, por nuk e di për shembull, ja, këtë doja të bëja pak a shumë. Me trenching, këtë e kam, kapelen e kam, edhe një kostum sportiv kështu me streçe, kafe e kam, atletit i kam, kështu që do doja të bënim një veshje të tillë, çik si sportive, ose një gjë me një fund, një gjë kështu. Ose një veshje me një fund dhe me një pullover edhe me... Ose do kisha qef edhe një look për shembull me një pullover të thjeshtë, një marinar. Për shembull siç kisha pantallonat e zeza, pullover marinar edhe trenching. Nuk më... Domethënë do më pëlqente ta bëj edhe një veshje të thjeshtë për Insta. Kështu që këto janë inspirimet. Nuk e di akoma kur do t'ja bëjmë shooting sepse bie shi këto ditë dhe nuk është mundur ta bëjmë shooting në shi. Kështu që do ju them ose këtë fundjavë ose javës tjetër do e filmojmë. Gjithsesi dhe javës tjetër do mundohem të bëj një veshje të Halloweenit me kismet Zotit, të shikojmë. Edhe do ju filmoj të gjitha. Po ju le të bëni ëndra me këto veshjet e mia. Ju them natën e mirë edhe takohemi nesër. Mëngjesi nga dita tjetër, atëherë siç po e shihni jam veshur siç u thash dje me roz. Kemi vënë fjongun, këtë kardigan roz, pantallonat gri, edhe këto atletet roz që t'jemi sa më shumë roz, vura dhe buskuqe, këto aksesoret, e kështu.
Pastaj besoj se do të bëjmë foto, do ju tregoj dhe gjithë ekipi. Edhe kështu. Ika. Coucou. Ça va? Ça va? On voit pas, hein. Je fasse mes lèvres du coup. Là, on est pas mal, je trouve, non? Non, c'est très bien. Vous êtes sûr que c'est bon? Oui. Ouais. C'est bon? C'est bon. Mettez-la sur le commun. Oui, je pense qu'on te voit. On voit? Foto dhe video, falmeje, sepse pa mua nuk ka njeri i te për të bërë foto. Tani vajta te kati lartë, se kishte një atelier, bëra foto dhe video, vetëm se i bëra në format kështu për Instagram, kështu që do ju vëca foto kështu, po shpresoj të duket mirë. Shumë foto kam bërë, sa që nuk kam më stokim për të bërë videot e mia. Duhet t'i fshi tani, meka, sinqerisht ishte shumë funny sot. Edhe serviset e spitalit ishin shumë funny, kishin marrë seriozisht vërtet këtë. Edhe kështu ishte super. Tani po iki prapë në punë. Po vazhdoj turnin në ora 3, më mbetet 1 orë, që do e shtyja avash. Përshëndetje, si jeni? Është e ditë e premte, sot s'kam xhiruar fare në mëngjes, tani është ora 4, do iki në shtëpi. Ishte një ditë chill sot, s'kishte një gjë të madhe për të bërë. Edhe kështu, tani do vemi në shtëpi, do ham bukë dhe do qetësohem për gjithë javën që kaluam. PS, e di që nuk është shumë glamour ky vendi, po është i vetmi vend në punë që kam një pasqyrë, kështu që prandaj filmoj këtu gjithmonë. Jam e ngarkuar siç po e shihni, sepse për pak duhet bëjmë foto dhe video. Edhe më duhet me patjetër në një vend ku ta lë telefonin. Pavarësisht se këto ngjitset që kam brapa janë shumë ndihmës, por janë ta vende që s'kam ku t'i ngjis, kështu që më duhet me patjetër ring lighti. Purchase your track. Mirëmëngjesi nga dita tjetër, sot bëra fluffy pancakes. Brumi ishte shumë i mirë, po janë disa pancakes që na brenda janë si të pa bërë, dhe po t'i lija shumë do skuqeshin shumë fare. Deja la janë shumë të skuqur. Po hajt, brumi është i mirë. Shtosh çik Nutella, unë jo dha shumë vanilje se unë i hapa Nutella. Po kështu brumi ishte i mirë, vetëm nuk e di ç'a kam me këtë tiganin që nuk më punon. Përshëndetje, jemi të dielën, sot dhe dje, me thënë vërtetë, nuk është se kam bërë në një gjë, thjesht jam qetësuar se kisha një javë shumë të ngarkuar, fizikisht ndjesha shumë e lodhur, edhe prandaj nuk i kam filmuar shumë content, sepse s'kam bërë në një gjë. Por di të them që javës tjetër do keni content të bukur, të këndshëm, edhe shpresoj që t'ju pëlqej. T'ju jap një indicë të vogël, është Halloweeni. Do kemi ca veshje dhe ca skenare të lezetshëm. Më thoni juve në komente nëse e keni bërë Halloweeni, edhe nëse e bëni, si do visheni, kë personazh do përfaqësoni apo kështu. Ju them mirupafshim. Ju falenderoj për këtë vlogun edhe Ika. Takojmë javës tjetër për Halloween content.